Moja, si e ndjen veten? Unë ndjej shumë mirë kur keni krijuar të Via Ferratën. Cilët momente më emocionuese ose adrenalina më e madhe? Adrenalina më e madhe është gjithmonë herën e parë. Herën e parë që vin këtu, ne jemi në mes në Via Ferratës e shikojmë gjithë luginën e Kuçit. Perspektivë tjetër. Po. I keni ardhur pak a shumë në nivel Kuçit, se Kuçi është një fshat që është në maj. Ky është Kuçi i ri. Kjo prandaj jemi dhe në gjysmë, sepse kur të vemi në maj do jemi te Kuçi i vjetër. Po jo, po sot nuk do ikim në maj. Na i kurseni. Me vërtet? Po sepse do vim herë tjetër. Më mirë akoma, to be continue. Si gjenjen kalamaj do t'i gjel. Do vi prapun. Në rregull, ne po të presim. Këtu jemi dhe herës tjetër do jemi akoma dhe më shumë. Dhe akoma dhe më lart. Po. Edhe ndoshta edhe me një grup të madh turistësh. Kam filluar besoj të Kanë filluar pronotimet e para dhe për shkak siç e thanë kolegët e mi, pozicionit, lokacionit që ka këtu që është midis rivierës shqiptare dhe maleve të Labërisë, kjo është shumë atraktive. Edhe te pakardhja që duan të ofrojmë ne është ndërthurja e detit jon kemi ne në rivierë bashkë me malet e Labërisë dhe është diçka shumë atraktive. Çfarë mund të bëjnë personat që do të vinë përveç Via Ferratës, të kalen një ditë këtej, në freskisë, është një gryk këtu shumë e këndshme, që vetëm kjo era që fryn ta kënaq, ta mbush shpirtin. Përveç se Via Ferratës ne kemi ecjen në natyrë, më sipër kemi edhe disa stane që mund të kryejmë disa pakete interesante duke qëndruar edhe këtu, duke kaluar edhe natën, duke parë edhe yjet. Duke rënë. Fiks. Edhe duke shprehur dëshira. Ky është atraksioni më i madh. Cila është dëshira jote më e madhe për këtë verë? Dëshira jone më e madhe, bashkë me grupin e Qeta Hiking, është që Via Ferrata tip në Kuç jetë atraksioni i parë në gjithë rivierën tonë. Forca çuna, keni goxha punë, por asgjë nuk është e paritshme. Asgjë është e paritshme dhe ky është vetëm fillimi. Mendimi që vjen pas. Atë më duket shumë lart, s'po arrit dot. Vëllezërit tanë nga Dardania që nga ndihmuan në ndërtimin e kësaj thanë që ajo është vetëm fillimi. Mbas majave kemi akoma dhe më shumë. Së pari, ky është një set pune, nuk është set i njëjtë sikurse për Via Ferrata, po ndryshimi është se është më i gjontë, siç po shihni, për shkak se të duhet bazament më i mirë. Po, ju vjerëm gjatë tërë ditës, domethënë në shkëm në punë. Po. Sa ka qenë koha më e gjatë që ke ndet i vjerun? Koha më e gjatë, domethënë muj më thon lirisht që nga ora 9 deri në orën 4-5 mbas dite, domethënë edhe buka aty ke ngre? Bukë e krejt aty. I ke bë aty? Absolut, edhe ndonjëherë edhe nevoja fiziologjike po duhesh mi bë, po. Këta janë karabina thirrën, këta janë karabina për punë. Këta kanë një forcë shumë të madhe, nuk e keni idenë, domethënë deri në 4 ton mundet me mbajt vetëm një kësaj. 4 ton, 4000 kg. Kurse këta janë slingat, gjithashtu slingat ta përdoren për punë, nuk përdoren për kacavere, por vetëm për punë. Slingat gjithashtu deri në 2.2 ton secili sling pengon. Tjetra, kjo është një pajisje e cila është shumë e rëndësishme, domethënë gjatë punës në Via Ferrata, si shpeshini lidhet këtu në brez, edhe kjo pjesa këtu, kjo quhet grigri. Grigria është esenciale. Pse esenciale? Sepse ti me grigri, domethënë, nuk je i limituar, domethënë çfarë gjatësie të bën, domethënë. A fshini? Gjeci grigria. Edhe tash, për shembull nëse të vin më gjatë për me punu, ti të shohësh. Elshon grigrin. Elshon grigrin. Po, të vin më pak, tërhekesh, edhe punon me to, grigri, po. Kjo është shumë e rëndësishme. Ka edhe pajisje tjera të cilat nuk i kam me veti, po. E kam edhe një, kjo është manilla thirret, manill. Kjo është një pajisje e cila përdoret gjithashtu me konop, po jo për grigri. Kjo vendoset kështu, shikoni, mshelet, kështu. Si vinç. Këtu litari tjetër. Çka ndodh me këto? Kjo, tenalte, domethënë mundesh me shku. Ama anën e kundërt nuk shkon. Edhe ti mbahesh aty? Po, mbahesh këtu dhe punon këtu, gjithashtu po. Edhe për mund gjitë ma letë me po. Ka dhe pajisja tjera, jonë teqë, jonë manila tjera, është grilloni e tjere, por si ke me veti sot... Gzim, qa duhet me pas me punu, me qenë një merimang? Me qenë një merimang, numër 1 duhet mos me pas frikë. Frika është nga nalësia, o fjalla. Dhe me thonë, dush me qenë, dhe me thonë, shumë cool. Si në rrugë, në tokë, ashtu edhe nalë. Edhe, numër 2, duhet me i besu pajisjes. Nëse ti nuk i beson pajisjes, atër nuk është punë për ty. Duhet me pasi herë dhe pas të ti besosh. Se jo, ka ata që hypin edhe provojnë pa pajisje. Ja, pa pajisje nuk banë Via Ferrata. Shumë e ndaluar është, dhe me thonë, mi besu pajisjes ku gjë tjetër. Normal, gjatë të rrugës du me pas kujdes, guida për para,
kontrollon tjerët në mbas e këshyrë. Ndonjëherë duhet edhe mi ndëgju këto klikimet. Shikoni. Kur e mshel, qëtar? A pse shkërset? Guida e mirë, ndëgjon edhe klikimin e këtyne. Nëse i kone 2 persona, duna me ndëgju 4 klikime me konë rregull. Ndodh ka njerë me që ndodh? Që pse? Ndodh kjo. Së shka për mirë, ndodh kjo. Ndodh kjo, kështu. Edhe, dhe më thonë... Ti mendon që e ke ka për mirë, pastaj hop, hikën kjo. Po, edhe natën e mirë. Natën e mirë. Çfarë plani ke për të ndërtuar në vazhdim? Si e ke? Ke një booking? E kem, është një plan, po hala nuk është qartësu. Do ta bëjmë një via ferata tjetër në Shqipëri, më duket në Bovill kam një gjuhë që e kam pas plan me bë. Bovill diku me kufim me Maqedoni. Si thirret ajo pjesa? Ndibër na kanë thirrë, po atje do të bëhet një via ferata, po nuk kam qenë me pa, ka qenë dikush tjetër. Po si duket është shumë vertikale, domethënë ka 200 metra vertikal shkan pas. Niveli vështirësisë i madh. Ajo është projekt jashtëm. Kurse nga dita pas nesër fillon me grupe hiking. Këmbë të forta, faqe bardhë. Deri në tetor. A kjo diçka me pyet të nderuar? Jo, do të më pyesësh ti më diçka. Jo, absolut. Si ishte ferata? Pëlqej ferata mirë? Ishte pak e vështirë me. E vështirë pak, po. Edhe pjesa e dytë gjithashtu është pak më e vështirë, po është më e bukur. Domethënë, por sot ende nuk është pastruar mirë, kështu që sot do ta kalojmë në një tjetër damë përsëri. Pamja është fenomenale, shumë e bukur, shumë. Nuk më pëlqen.